a kemi një takim, apo një marrëveshje sekrete, apo një diskutim në dhoma të padukshme nga të gjithë ndërmjet presidentit Donald Trump dhe Vladimir Putinit për Ukrainën, apo shkojmë drejt fundit të konfliktit të Ukrainës dhe cili është roli i Europës në këtë moment, e cila nuk po pranon në asnjë mënyrë dhe po e refuzon hapur çdo lloj vendimi të marrë pa praninë e tyre dhe pa praninë e Zelenskit. Çfarë po ndodh më konkretisht në këtë moment? Pa diskutim që po, kemi negociatat fsheta, intensive, jo më larg se dje, mund të themi që ka përfunduar 72 orëshi i fundit, në të cilin, përgjatë të cilit, ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë 3 ditë në Florida, në Mar-a-Lago, duke analizuar, duke diskutuar, duke negociuar një plan për të cilin është informuar edhe Bashkimi Evropian, edhe Ukraina, me 28 pika midis përfaqësuesve më të afërt të presidentit Trump dhe ambasadorit rus. Ka negociata dhe pa diskutim që në këtë këndvështrim, pavarësisht është njoftuar Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian nuk ka më peshë për të përcaktuar, për të qenë decisive në zgjidhjen e këtij problemi. Për arsye se kemi dy qasje krejtësisht kundërta Kreshnik. Nga njëra anë, kemi vizionin e administratës amerikane, krejt ndryshe nga vizioni administratave të kaluara, për një përplasje me Federatën Ruse, e cila nuk ka sjellë asnjë rezultat, por vetëm humbjen e miliardë dollarëve dhe përkeqësimin në nivelin më keq të mundshëm të 5-6 dekadave të fundit marrëdhënieve midis dy superfuqive, dhe nga ana tjetër, qasjen e presidentit Trump, Marco Rubios për jo vetëm, të cilët duhet të gjejnë zgjidhje duke marrë në konsiderat edhe situatën, edhe sigurinë e Federatës Ruse, pra kërkesat e Federatës Ruse. Dhe pavarësisht se një pjesë të madhe të njerëzve nuk ju pëlqen kjo që them unë, si një njoftës shumë i mirë për te modestisë të situatës në këtë konflikt, rrënjve të situatës rrënjve të këtij konflikti, e kam thënë që ky konflikt do mbyllet në termat e Putinit, që janë 4. Neutraliteti i Ukrainës, denazifikimi, demilitarizimi dhe njofja e krajinave që ka marrë në kontroll. Madje, presidenti Trump me shumë zgjuarsi po përpiqet që të negociojë gjysmën e këtyre tokave. Por Zelenski si një papet i këtyre 5 drejtuesve të Bashkimit Evropian, të cilin nuk e lejnë, sepse e kontrollojnë. I bën presion Europa, po thonë. Zelenski dhe administrata e tij kanë vjedh 10 miliardë dollar të parave amerikane, taksa paguesve amerikan, dhe taksa paguesve evropian. Nuk kalon lehtë kjo, mendon. Urdhëro? Nuk kalon lehtë kjo, mendon, të vjedhësh taksat e tyre. Po s'ka si shans më të kaloj lehtë, sepse gjithë miliardat e investimeve, kam thënë në emisionin e kaluar, unë kam dieni shumë të hollësishme se ku janë investu, po ky nuk është objekti i këtyre emisioneve. Në qoftë se dikush ka dëshirë të shikoj se ku janë investu miliarda euro të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkoni se i keni në jugun e Turqisë, i keni në Florida, i keni në Moskë, i keni në Londër dhe në Paris. I keni gjitha investuara në real estate atje dhe në hotele, edhe në Spanjë. Kështu që këto janë tashmë resorte turistike të Zelenskit, po qartë. Këto janë tashmë jo vetëm të Zelenskit, po të ish ministrit të mbrojtjes, ish ministrit jashtëm, Kulebës dhe jo vetëm. Ndërkohë po vdesën atje. Por t'i përgjigj pyetjes tuaj. Po. Presidenti Trump është duke përpjekur maksimalisht për ta përmbyll këtë konflikt. Dhe sigurisht Bashkimi Evropian nuk është i interesuar për ta përmbyllur. Nga njëra anë tenton të grumulloj fonde, para, sfundmi dështoi edhe një paket për 134 miliardë eurosh për të mbështetur Ukrainën, ndërkohë që Ukraina, shtetasit dhe ushtarët e Ukrainës në mënyrën më kriminale të mundshme janë lënë edhe pa mjete,
edhe pa ushqime, edhe pa armatime, edhe pa mbështetje ushtarake, edhe pa mbështetje ajrore. Vazhdojnë, masakrohen për të kënaqur ekset e liderëve të Europës. Dhe pikërisht, kjo është vizioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ta përmbylli këtë, sepse kjo është e papranueshme nëse do të vazhdojë edhe disa muaj më tej. A mund themi pra kolonel se po ridizenjohet struktura apo arkitektura gjeopolitike e Europës pa miratimin e Brukselit dhe a kemi të bëjmë vërtet me një marrëveshje Donald Trump, Vladimir Putin, apo është një presion i të dyve për t'i thënë Europës që duhet shpejtojë drejt një marrëveshje për ndalimin e luftës në Ukrainë? Presidenti Trump e ka deklaruar qartazi, ne nuk mund të injorojmë kërkesat apo nevojat e Federatës Ruse, nuk mund të injorojmë të mos bashkëpunojmë me një superfuqi ushtarake siç është Federata Ruse. Sigurisht që partnerët kryesorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka diskutim që është boshti Washington Bruxelles, por duke parë qasjen e liderëve dhe madje edhe sekretari i shtetit, edhe presidenti Trump e kanë deklaruar haptazi, ndërkohë që unë përpiqem për gjithë format dhe metodat, këto i hedhin benzinë zjarrit. Dhe pikërisht është kjo hedhje benzinë zjarrit, ndërkohë që s'kanë edhe kapacitete për ta bërë, e ka bërë që presidenti Trump të shmangi qasjen e tyre. Ato kanë dështuar, ju e keni parë për gjatë këtyre 10 muajve të fundit, ato janë përpjek me gjitha format për të krijuar një koalicion për të futur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ballë të kësaj përplasje, por me shumë zgjuarsi Trumpi problemi nuk e ka sot me Federatën Ruse. Amerika po përgatitet për një përplasje të madhe e cila duket qartazi me njëherë mas takimit që presidenti Trump bëri në Japoni me kryeministren japoneze, e cila si duket është fut në ballë të këtyre përplasjeve me qëllim vazhdimin ose krijimin e kushteve të kësaj aleance, e cila njihet për shembull Quad, në cilën përfshihet edhe India, për një përplasje të mundshme me Australia, po. Në qoftë se Europa kolonel mbetet jashtë kësaj marrëveshje për Ukrainën, a mund të themi se ajo do ta humbas rolin e saj historik në rendin e ribotuar? Unë besoj që Bashkimi Evropian i ka pas të gjitha mundësitë që të projektoj një fuqi më të madhe, jo vetëm ushtarake, cilën nuk e projekton dot për momentin, por edhe diplomatike. Dhe pikërisht duke mos qenë krejtësisht në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qasjen e presidentit Trump, nuk ka diskutim që roli i saj është dobësuar. Por parë në nivel global, nuk ka diskutim që 4 qendrat kryesore gjeopolitike ose të fuqit më të mëdha janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Bashkimi Evropian dhe Federata Ruse. Dhe në mënyrë që ekonomia botërore të avancojë më tej, do duhet që të 4 këto forca ose bloqe të gjenin kushtet ose gjenin gjuhën e përbashkët për të koekzistuar me njëra tjetrën dhe për të gjetur format dhe metodat për të shtensionu këto situata në mënyrë që të mos shkojnë në një përplasje të mundshme, siç kemi rastin konkret, mbylljen sa më shpejt të konfliktit midis Federatës Ruse dhe Ukrainës dhe shmangjes së një përplasje të madhe midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Bukur shumë. Deri në këtë moment, kolonel, kemi patur nxjerrje dhëmbësh dhe tregim muskuj shumë të fortë, madje mund të themi edhe në termat shumë të rrezikshëm, ka njoftuar për prova bërthamore Rusia, është përgjigjur Amerika me kërcënim bërthamor gjithashtu, dhe në të njëjtën kohë një lojtar aleat i amerikanëve, siç ishte Japonia, gjithkohës ka qenë pothuajse e heshtur, apo e fjetur, apo në distancë, apo duke kontrolluar. Tashmë Japonia po kthehet me një zhurmë të madhe, po kthehet me një tronditje të madhe, deklarata e fundit e kryeministres për Kinën, në qoftë se do të arrini të prekni Tajvanin, do të përballeni me diçka të tmerrshme. A mund të themi, kolonel, se Amerika po i thot dhe po i kërkon të gjithë atyre që janë aleatët e saj sot të pozicionohen hapur dhe qartë, apo është thjesht
një ditë që u gdhi Japonia dhe vendosi të armiqësohet me Kinën? Përpara se të analizojmë situatën gjeopolitike të Japonisë, do duhet kthehemi të lexojmë artikullin 9. Artikulli 9 i Kushtetutës japoneze, e cili e përcakton qartë rastet kur Japonia, që nga momenti që mori vendimin për krijimin e forcave vetëmbrojtëse, të cilat jo pa qëllim quhen vetëmbrojtëse, janë forca të cilat nuk do të rrezikojnë më vendet për qark. Duket qartë që kryeministja e re, e cila vjen nga krahu i ekstremit djathtë, është një kryeministe e cila ka për qëllim për të ndryshuar kushtetutën e Japonisë nga një anë, por nga ana tjetër edhe duke tentuar të projektoj forcë. Kemi një zhvendosje gjatë 5-6 viteve të fundit të strategjisë ushtarake dhe doktrinës ushtarake të Japonisë, e cila në mënyrë shumë të përshpejtuar është duke rritur kapacitetet jo vetëm në det dhe në ajër, por edhe në tokë, pra duke përgatit një forcë mbrojtëse e cila do të projektoj fuqi dhe do të jetë aftë për të zhvilluar operacione sulmuese. Por duhet mos harrojmë vitet 1910-1945, kur Japonia perandorake në mënyrën më kriminale dhe terroriste të mundshme pushtoi të gjithë rajonet e Azisë Juglindore, përfshi këtu Gadishullin e Koresë, përfshi një pjesë të madhe të Kinës, si pasojë e cilës Kina humbi afërsisht 10 milion qytetarë. Marrja dhe punësimi i grave korane dhe grave kineze si prostituta në ushtrinë e Japonisë në shtëpitë e tyre publike është një nga çështjet kryesore, përplasjet kryesore që kanë edhe Korea e Jugut, edhe Korea e Veriut dhe Kina. Dhe në këtë këndvështrim, Japonia, pavarësisht se është përpjek të shfaqet pacifiste, sot në shkelet të gjitha konventave, përfshi këtu edhe artikullin 9, ka bërë thirrje Shtetet Bashkuara të Amerikës për dislokimin e armëve bërthamore. Dhe unë gjykoj që kjo retorik e kryeministes japoneze e javës fundit është shumë e rrezikshme, sepse nuk do të bëj asgjë tjetër përveç se po krijon kushtet për fillimin e një konflikti nga i cili askush nuk do të dali më i humbur se Japonia. Japonia, me sa duket, e ka harruar edhe Hiroshimën, edhe Nagasakin, edhe humbjen e miliona ushtarëve pas firmosjes marrëveshjes armpushimit në 45-ën dhe humbjes një pjesë të madhe të territorëve të saj. Shpresojmë që kjo mos ndodhi, edhe shpresojmë që kam besim të plot kreshnik tek vizioni i presidentit Trump. Edhe kjo është një zgjuarsi tjetër, zhvendosje komplete politikës jashtme të administratës Trump, këtë ndryshe nga administratat tjera, duke e fuqizuar posçërinë e tyre në Azinë Juglindore dhe në Azinë Lindore.